shoqi i motrës, i rrep motrën dhe nuk na ka treguar deri tani, nuk jam mbyllte derë, hynte hapte goca 2-3 vjeç dritare dhe hynte në dritë. Jo, vetëm një shpjegim po e dua vetëm një shpjegim që pse më ka dënuar motrën, vetëm këtë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të klikoni poshtë tek fotoja ime. Ndërkohë që ditën e sotme unë do hap dritaren për një zonjë, ajo quhet Ismet e Boçi, e cila do kërkojë ndihmë për motrën e saj Eliona Trimi, e cila është arratisur me vajzën e vogël nga shteti grek dhe kërkon ndihmë. Por çfarë ka ndodhur do të jetë pikërisht Ismetja që do na rrëfej këtë histori. Ismete, përshëndetje nga Tirana. Përshëndes, dhe unë jam nga Gramshi, nga një fshat i Gramshit, më saktë, po Gramshi e merr. Dhe në fakt më ke telefonuar dhe ke një problem që kërkon të flasësh me mua. Bëhet fjalë për çfarë? Atë bëhet fjalë për motrën time, ka jetuar, domethënë ka qenë në Shqipëri, është martuar me një burr shqiptar. Po. Edhe mbas 2-3 viteve martesë kanë shkuar të dy së bashku në Greqi. Mbas kësaj 1 vit, 2 vite, ky i shoqi i motrës, i rrep motrën, domethënë e dhunon. E dhunon. Edhe vajza është 6 vjeçë, domethënë ishte në kopsh. Po. Edhe shkon tek psikologja dhe pyesin se si shkojnë prindrit e tu dhe vajza tregon që nuk shkojnë mirë sepse babi më rref mamin. Edhe këta psikologët ndoshta domethënë që kanë psikologë që janë të shkolla, tresin motrën time. Një nuk e tregon se motra që mua më dhunon burri, nuk e tregon, thotë jo, nuk është e vërtet. Herën tjetër e thrasin prapë dhe motra ishte shumë e ngarkuar nga dhuna që i kishte ushtruar dhe e tregon që po, më rrep. Okej, rritet edhe një për së treti, që ky të futë shumë burr, domethënë, ta denoncon. Edhe motra i thotë që unë nuk dua ta fus në burg, edhe e mohon prapë, domethënë, herën e parë e mohon, të dytën e thotë, të tretën e mohon prapë. Po. Tani këta i thonë që okej, ti nuk je dakord që pse rri me një burr dhunues, rritet vajza shumë keq ande këtej. Edhe e kaluan çështjen tek vajza. Se çështja është e gjithë e vajza. Se shteti grek nuk do që të shikohen trauma, gjëra për fëmijët. Jo vetëm shteti grek. Edhe do të marrin vajzën. Ky është problemi më i madh në fakt. Problemi i madh është ky, se nëse psikologët e kanë vërtetuar dhunën e ushtruar në familje, vajza e ka pohuar, nëna e ka pohuar një herë dhe më pas e ka mohuar dhe nuk i dim arsyet pse ajo e ka mohuar dhunën, shteti grek nëpërmjet shërbimit social të atij vendi, në çfarë vendi jetoj në Greqi? Më mbas edhe në Korfuz, në Seres. Domethënë, kush e merr Selaniku. Në Selanik. Fshati Selanikut. Dhe më pas shteti ta merr atë fëmijë. Po. Aktualisht motrës tuaja kanë marrë fëmijën, vajzën? Jo, nuk e kanë marrë. Motra ime, domethënë, mbasi u vunte vajza, këtë që do ta marrim, do ta bëjmë, motra ime kalon për Shqipëri. Motra ime është Shqipëri aktualisht. Ka ardhur me vajzën. Po. Dhe nga ai shoqi është ndarë dhe nga burri. Dhe ka bërë mirë që është divorcuar, nëse ai ka qenë një person dhunues. Po, ka bërë shumë mirë, po e gjithë problemi është e vajza. Që ata, sado që ajo erdhi këtej, gjërat vazhdojnë andej. Thonë, tani një shoku ish burrit është interesuar, sepse ka pas një kunat ai shoku ish burrit, aty që merresh me këto, edhe i ka thënë që a interesohesh pak për çështjen time dhe është interesuar dhe i ka thënë që çështja është mbyllur për në gjykat. Ka kaluar në gjykat. Po, i ka thënë, tani që sa nuk jemi interesuar ne dot, por ish burri është interesuar dhe i ka thënë që është mbyllur në gjykat.
Por ish burri motrës, jeton ende në Selanik, apo ka ardhur ai në Shqipëri? Jo, erdhi në Shqipëri dhe ka ikë në Gjermani. Ka ikë në Gjermani dhe kjo çështje vazhdon ende në shtetin grek dhe normalisht që do edhe pa pranin e motrës tënde, gjykata o do e mbylli çështjen o do japi një vendim. Por kjo nuk e rrezikon motrën tënde. Motra jote mos kthehet më në Greqi. Vazhdoj jetën në Shqipëri apo në një shtet tjetër me vajzën dhe shteti grek nuk mund të nisi një letër porosi në Shqipëri ma sillni këtë fëmijë mua ju ta marr unë. Nuk ka logjik kjo gjë. Përderisa motra jote mbi të gjitha është divorcuar, është larguar nga personi dhunues dhe është e qetë dhe vajza është e sigurt. Por është në rregull, domethënë vajza, motra ime punon, vajza sapo erdhi që andesa ka 2 muaj. Gjeti një shtëpi me qëra në Durrës, jeton me qëra, u futën punë direkt, pak lekë kishte me vete, domethënë sa u mirë kemë, kupton? Edhe u fut direkt në punë, punon, është në një punë, paguhet me rrogën që është Shqipërisë, është di, por ja del, domethënë e mban vajzën, punon jeton. është okej. Por problemi i saj është që do më marri fëmijën, e ka dhe është stresuar, është maksimum dhe kisha shumë rak, doja që të flisja me ju patjetër se kam frikë se më kalon motra në depresion, është në ankth shumë të madh, sepse i ka nis një email në numrin telefon. Kush ja ka nisur emailin? Gjykata? Psikologe, gjykata, nuk jam e sigurt të veta, e kam emailin, e kam greqisht. Dhe çfarë shkruhesh në atë email? Shkruhesh që duhet të paraqitesh vajzën, sepse motra ime me llafata, motrës time i kishte lënë një datë që të paraqitesh vajza dhe motra ime hiku, atë pa vajtur ajo datë, që të paraqitesh në janin tek psikologët. Dhe motra ime iku pa e mbushur, pa vajtur ajo kohë nga frika, se mos ndoshta i merrnin vajzën, iku pa e mbushur këtë kohë. Dhe logjikisht ka vepruar shumë mirë, se nëse do qëndronte aty, do ja merrni vajzën, kjo është e sigurt. Ka bërë mirë që ka marrë vajzën dhe menjëherë ka udhëtuar dhe ka ardhur në vendlinjen e saj dhe këtu është e sigurt. Mirë, e dëgjuam Ismetën, e cila tregoi vetëm disa detaje, por ditën e sotme padyshim që unë do fus dhe vetë Eliona Trimin në këtë live për na treguar disa detaje nga ngjarja e saj në shtetin grek dhe frika e një nënë sigurisht që mund t'i marrin vajzën, por çfarë ka ndodhur, më mirë të dëgjojmë zërin e Eliona Trimit. E dashur Eliona, përshëndetje. Përshëndetje. Në fakt isha me motrën tuaj me Ismetën, e cila po ma tregonte historinë tuaj. Konkretisht, mund të më tregosh çka ka ndodhur në shtetin grek? Kishim probleme në familje. Edhe një shoqja ime më orientoi të më çojë me një lloj, që nuk e disha po ishte një shtëpi fëmijësh ajo, institucion social. Po. Erdhën ata, më donin që të merrnin mua dhe vucën, por nuk shkova se kisha shumë frikë se s'dia se ku do shkoja. Më vonë në morën polici, për shembull, kur bëra herën e parë ankesën, herën e dytë i kundërshtova, nuk e pranova më. Në polici nuk e pranova fare. E dashur, të bëj një pyetje, pse nuk e denoncove për dhunën bashortin? Po, kisha frikë, pa letra isha, nuk kishit lehtë, isha vetëm, nuk kisha i lloj frikë. Por kjo dhunë është ushtruar dhe para vajzës? Vajzës jo, po ka ndodhur në shtëpi, gocës po jo se i ka, jo, gocës jo, asnjëherë. Para fëmijës po ka ndodhur dhunë. Pra, bashkëshorti të ka dhunuar përpara vajzës, vajza i ka parë skenat e dhunës. Po. Sepse nëse vajza është parë në pyetje, me psikologa ja ka treguar gjithë të vërtetën. Por çfarë meraku dhe frike ke tani? Tani kam frikë sepse ata panë që unë nuk reagova për vajzën dhe ata më quajtën me mua bashkëpunëtore, e donin të bënin ekspertizë psikologjike vajzës që të vazhdonin hetimet. Atje tani është një dosje penale që akuzohemi të dy, unë nuk doja që të jetoja me atë situatë dhe u largova. Po besoj se ndiqet akoma dhe kam frikë ndonjë dënim, ndonjë për gocën.
E qartë, e kuptoj, nëse çështja ka kaluar në gjykat dhe ti je quajtur bashkëfajtore në mbrojtje të bashortit dhunues, padyshim që gjykata do vendosi diçka aty dhe nëse ti nuk je e pranishme, por këtë gjë ti duhet ta ndjekësh me një avokat në Shqipëri për të treguar gjithë situatën që frika jote më e madhe të bëri të mos tregoje dhunën e ushtruar dhe u detyrove të ikje në Shqipëri aty ku je më e sigurt dhe tashmë je ndar nga bashorti dhe jeta jote është e sigurt me vajzën, për ta vërtetuar këtë gjë. Nuk e di nëse sepse këto janë dhe shumë të kushtueshme tani, për shembull, një avokat që të marrësh në Greqi nuk e di se si do ta gjej, nuk. Jo thot shqiptar, Odeta po thot për avokat shqiptar. Po nuk, avokatët shqiptar nuk kanë dot jurisdiksion në Greqi që veprojnë bazë ligjeve greke, no? Atëre ka plot avokat në Shqipëri që e kanë licencën për të vepruar edhe në shtetin grek, për të ushtruar profesionin e tyre. Por gjithsesi, e dashur Eliona, ne do flasim edhe pas kuintave bashk, duke ditur që je në orar të punës, nuk dua të bezdis më gjatë, por të premtoj që do të ndihmoj. Uroj të ndihmosh, sepse më shumë e kam frikën tek fëmia. Të falenderoj shumë, Odeta. Faleminderit dhe mirupafshim. Mirupafshim. Vazhdo, Eliona, vazhdo ti, si je në punë. Është në punë edhe nuk e thot. Për shkak të situatës se Eliona ndodhesh në vendin e punës dhe nuk mund të qëndronte gjatë këtu në live me Odetën, padyshim që ajo u largua nga ky live dhe do të vazhdoj të qëndrojë në live me të motrën e saj, me Ismeten, e cila do na tregoj ngjarjen dhe detajet nga jeta e Elionës me vajzën e saj 6 vjeçare, pasi vajza ka qenë prezente kur është dënuar nga babai, nëna e saj, dhe frika e ka bërë që jo vetëm të ketë probleme në vendin e shkollës, por të mos ta doj dhe të urrej babain e saj, sepse vajza ka frikë të takoj babain dhe nuk pranon që t'jetoj më me atë. Kështu që hap dhe një herë dritarin dhe ftoj zonjën Ismete. E dashur Ismete, unë e kuptova qartë situatën. Në fakt është një çështje që duhet folur me një avokat, se çfarë procedurash duhet të ndjeki motra, sepse nëse do merret një dënim, ajo do të jetë dënuar në shtetin grek dhe nuk udhëton dot më kurrë në atë vend. Se mund të ndalohet, por ndoshta shteti grek mund të kërkoj që ai dënim të bëhet pikërisht për një nën që është quajtur bashkëpunëtore. Ajo ka mbrojtur dhunën, ajo tha unë nga frika nuk e denoncova, por duhet ta kishte denoncuar dhunën dhe të kishte shpëtuar dhe ajo dhe vajza. Por babai i vajzës, ish burri i Elionës, është interesuar për të bijën sot? Jo, nuk para interesohet. Tash vetëm një ditë kishte qenë kishte pyetur për çështje edhe nga ajo ditë ikur në shtetin gjerman edhe nuk e vet. Por ai ka probleme psiqike, për çfarë ka dhunuar motrën tuaj? Ka qenë përdorus i alkoolit, i drograve, se njëri që I alkoolit edhe u shkuan këta kishin i vunë shteti disa gjoba, nuk e di për çfarë arsye, shkele kukire apo nuk e di, edhe ajo gjoba vajti 20.000 euro. Edhe nga ajo pinte më shumë, u rëndua më shumë, edhe ushtroi dhunë pastaj ndaj motrës. Sa vite martesë kishte motra juaj? 7 vite. 7 vite, por kjo dhunë ka qenë e vazhdueshme në 7 vite apo vetëm kur kanë qenë në Greqi? Vetëm në Greqi 3 vjet, 3 vjet në Greqi. 3 vitet e fundit në Greqi ka qenë e dhunuar motra juaj. Po. Dhe kjo është një fatkeqësi dhe më duke e vogël, sa vjeç është motra Eliona? E vogël më duke. 26 është, po është ka rënë, është masë, është bërë. Duket shumë e madhe nga hallet që kanë rënë, nga dhuna, nga të gjitha. Ka heshtur të zezën dhe nuk na ka treguar deri tani, nuk ka shumë që na ka treguar. Pse nuk ishte treguar asnjëherë në familje që dhunohej? Jo. Por pse nuk fliste? Kishte frikë? Kishte frikë, ndoshta ai kishte frikë. E them sot, pse nuk e them përpara, po ja s'doja dhe ta pusja në burg, thoshte se unë ata isha ndes, kisha një rian dhe këte. S'dia s'gjum pa letra.
Me dashuri janë marrë? Po, me dashuri. Ndoshta për hir të dashurisë nuk ka dashur ta denoncoj, por dhuna duhet denoncuar, pasojat janë të mëdha, sot ajo po përballet me këto pasoja që nuk di si të veproj dhe çfarë të bëj. Mbi të gjitha i duhen dhe para për të ndjekur këto gjyqe. E pafuqishme nga ana ekonomike, domethënë, por familjarët e burrit e mbështesin të paktën? Jo. Edhe pse djali i tyre ka qenë dhënues. Jo, nuk e mbështesin. Nuk është se i ka dhënë ndonjë mbështetje. Jo. Por ju vetë me ish-kunatin tuaj keni folur? Kam tentuar të flas dhe nuk flet, e mbyll telefonin, më ka bërë blok kur isha me motra e shkarkonte WhatsAppin apo Messengerin se mja shteti nuk e numër telefoni asë gjë, domethënë duhet bësh apo stafat ofert, kurse ai avshtin dhe rrjetet sociale të gjitha, na bllokonte, si motra, jemi 5 motra, 4 motra veç Elionës 5. Na bllokonte her pas here, ajo ish bllokonte motrat, ai ja bllokonte prapë ditën tjetër. Por çfarë, ka qenë dhe xheloz ndaj motrës tuaj se Po, dhe ka qenë. Se ka qenë shumë xheloz. Realisht tani Motra ime punonte 2 punë në Greqi, punonte domethënë, para ditën mbante një grua plak, mbas dite vinte me një lokal deri në orën 10, vinte ky e merrte, ose nuk vinte ta merrte, vinte e sillte pronarja ose menaxherja e lokalit, si thonë tani. E sillte aty te shtëpia, kurse ja zinte derën, ja mbyllte derën, hynte hapte goca 2-3 vjeç dritare me hynte në dritare. Çfarë po thuaj? E linde për jashtë motrën tuaj? Po. Nuk e hapte derën, e hapte gocën rrok, dritar. Dhe ajo hynte nga dritarja. Po. Por vajza çfarë thot, se besoj tezja është në vend të nënës dhe ke folur. Vajza nuk hapet fare për këtë pjesë, e ndryshon muhabetin, domethënë ti bën ndonjë pyetje kështu, nuk të kthen përgjigje, për këtë gjëra jo, nuk të kthen përgjigje. Se ndoshta ka nevojë të trajtohet me një psikolog për shkak të atyre 3 viteve dhunë që ka parë nga babai i saj, gjendja e saj nuk mund të jetë fort mirë, prandaj po të pyes, domethënë si është vajza. Domethënë, okay, deri diku, po nga kjo që ndoshta është dhe tipi që është çike e mbyllur. Nuk e di, domethënë është me tjerë sillet shumë mirë ose me ne, po jo se me tjerë nuk do të flasë fare. Shqyr po mami që ike nga babi, sepse jemi shumë rahat. Nuk e do fare të jatin. Nuk ka qef të flasë, edhe pse i thotë Eliona, mire babi, thuaj folja ndë këte, nuk do. Mami, lere mos e me. Por divorcin e ka bërë motra? Motra është pa cilibrim. Ai kanë qenë në bashkëjetesë. Nuk kanë pasur martesë ligjore, e kuptoj, sepse atësinë ja ka dhënë vajzës ai? Po, atësia po. Sepse motra vajzën si ka dhënë atësinë, po sepse ka pasur martesë më përpara. Edhe nga ajo nuk ka bërë ndarje me gjyq me ish gruan e parë, dhe prandaj nuk kanë bërë cilibrim. E qartë, e kuptova, sepse motra juaj mund ta hedhë në gjyq dhe të kërkojë detyrimin ushqimor për vajzën. Përderisa ai ka dhënë atësinë, ai ka dhe një detyrim ushqimor për atë fëmijë. Kështu që është e rëndësishme që ti ndjeki dhe këto hapa, sepse ndoshta ai mund të jetë një baba i papërgjegjshëm, por e detyron ligji që të bëhet i përgjegjshëm për atë fëmijë. Po, dhe ta për problemi i kësaj, se motra thotë që nuk dua as lek asgjë nga ai, e mbaj vetë, po vetëm ma lër shteti, tu e ka qëtë gjithë. Ma lër shtetin, duar fëmijën të arrisë vetë. Këtu në Shqipëri, unë besoj që ajo është e sigurt dhe nuk do t'i ndodhi asgjë. Thjesht fakti, nëse merret një vendim në Greqi për t'i hequr ndonjë të drejtë prindërore, se maksimumi këtë do t'i bëjnë, t'i heqin drejtë prindërore, ajo nuk mund të udhëtojë dot në Greqi, se në momentin që udhëton dhe futet në shtetin grek, ndalohet direkt dhe merret vajza. Vajza edhe një të lutem është 6 vjeç, më the.
Kështu që deri në moshën 18 vjeç ajo nuk udhëton dot në Greqi. Nëse ajo do e ndjeki gjyqin, do vetë paraqitet vet. Sigurisht vajza do lënë Shqipëri, do paraqitet vet, do gjej një avokat për të kërkuar që mos t'i hiqet prindërimi dhe të japi fakte që ajo pse ka gënjur, pse u arratis kur ishte në një proces gjyqësor, pse erdhi në Shqipëri, që sot është e sigurt, ajo mund të mbyllet gjyqi dhe mund të jetë në favor të saj dhe kështu ajo është e lirë për të udhëtuar në Greqi sa herë të doj. Por nëse duhet pyes dhe të interesohet vazhdimisht që çfarë do vendosë gjykata për të. Por besoj, unë do flas dhe me një avokatë për të qenë e sigurt anën ligjore, por besoj që ajo është e sigurt në Shqipëri, nuk do t'i ndodhi asgjë. Sepse ajo vajzën e ka të regjistruar në Shqipëri, jeton me të, nuk është prezent babai dhënues, ka një jetë të sigurt dhe nuk vjen ja merr dot askush vajzën në Shqipëri. Pra ajo është e sigurt në Shqipëri. Thjesht fakti që nuk udhëton dot më, jo vetëm në Greqi, por në të gjitha vendet e BE-s. Sepse gjykata greke po i dha një dënim, ndoshta ajo edhe mund të kërkohet edhe në vendet e tjera të BE-s, por unë do pyes si avokat për të qenë e sigurt dhe për t'i dhënë të gjitha këto informacionet e sakta, sepse ti e di shumë mirë që nuk jam avokate, jam thjesht gazetare. Por dua të pyes, e dashur Ismete, në momentin kur erdhi motra në Shqipëri ju u habitët të gjithë? Sa s'kishte treguar asnjëherë për dhunën e ushtruar. Po ditët e fundit na tregoi. Ditët e fundit që ajo do vinte na tregoi. Pa do vi sepse këtu është halli dhe më ka shtrënguar te vajza. Ka frikë se do humbas vajzën dhe erdhi. Erdhi te prindit ca ditë, pastaj për të pasur një jetë çik më mirë për vajzën, sepse prindërit e kemi në fshat. Edhe për të qenë çik më mirë për vajzën, mendoj të shkonte në qytet Durrësit, kërkoj një punë, se në fshat çfarë të bësh, çfarë punë të ardhur apo çu. Edhe shkoj në Durrës, mori një shtëpi me qira, gjeti një punë, aty u stabilizua, aty është tani. Sa kohë ka që ka ardhur në Shqipëri? Rreth 2 muaj. Rreth 2 muaj, por dua të të pyes si kaloi kufirin, domethënë bashorti i dha autorizim? Po, e kaloj, vajzën e kaloj me gjithë bashkëshorti, kaluan të dy. Ka kaluar nga Korfuzi, sepse e në fundit ka qenë Korfuz. Nga atje ku ishin, kanë ardhur në Korfuz. Dhe nga Korfuzi? Nga problemi kësaj, dhe donë t'i largoshin si problemit, po nuk është gjë, domethënë të largohesh në Por në një farë... Edhe nga Korfuzi kanë kaluar pastaj Korfuz dhe Sarand. Erdhën në Shqipëri. Pra, le të themi, të dy bashkëpunuan në fund për të kaluar vajzën pa probleme, për të ardhur në Shqipëri. Po, e kanë ndihmuar që ta kalonin bashkë. E kanë kaluar bashkë dhe ja t'ja shkthyer prapë në Greqi, domethënë sa ka kaluar kufiri me vajzën, është rikthyer prapë sepse nuk ka dash motra që atë ta kishte marrë vetë. Domethënë ne kishte mbush mendje për të ndarë nga. Ja ka konfirmuar që kërkon të ndahet prej tij. Po ai si reagoi kur motra nuk ka reaguar mirë në pak. E ka marrë telefon, ne ka bërë ta personime, nejse, domethënë, por nuk ka reaguar mirë. Por tani e shqetëson, e merr telefon gjatë asaj periudhe? Jo, nuk e merr vetëm për vajzën. Nëse vajza do të flasin, e hap vajza, nëse nuk do, nuk be. Elona nuk e ka ngasmuar, vetëm për këtë ka pyetur Elona që i interesuar për çështjen e vajzës dhe i ka thënë që unë jam interesuar dhe çështja është mbyllur për në gjykat. Ka kaluar në gjykat. Po, kështu i ka thënë ai, ish burri, tani se sa nuk e dim se më çfarëdot ne, por ai është interesuar dhe këtë i ka thënë. Fjalë që është në gjykat. Sepse çështja edhe mund të mbyllet aty në gjykat, por dhe ai është larguar nga Greqia, se ndoshta dhe ai nga Afrika. Po, është larguar nga Greqia në shtetin gjerman. Por nuk është bërë pishman për gjithë të histori që krijoi atje, duke rrezikuar. Nuk e ka kuptuar akoma me sa shoh. Nuk e ka kuptuar akoma. Sa i rrezikoi të humbte vajzën dhe humbi familjen, dy gjërat më të rëndësishme. Nuk është bërë pishman çka ka bërë, të paktën t'i kërkoj një falje të motrës tënde? Nuk e ka bërë, deri tani nuk e ka bërë.
Dhe sinqerisht më vjen shumë keq dhe mbi të gjitha Vjera, Vjeri, çfarë ka motra juaj, as ata nuk e mbështesin duke e ditur historinë e vërtet? Që djali i tyre ka qenë dhunues? Neve shkuam e ka marrë, më tha një javë para motra dhe unë i ka marrë në telefon, ka marrë Vjerën. Edhe i kam thënë, këtu është gjëja, e diti, do të mbyllë pak derën ata se për plasera. E diti, thot mua, jo nuk di gjë që kjo dhunohet. E po këtu janë gjërat i thashun janë proces përfundimi. Ndaj i thuaj djalit tem që të lërë janë këto, të hecin mirëllat, të mbështesin, të dojnë, se janë këto. E ka marrë djalin ajo se më tha motra dhe e këtë që kini këto juve, po së janë vërtet e nga i gjua tu. Do me thënë të se ka dhe në i zjarë pare në të saj. Dhe sa erdhëm gjera këtu. Erdhëm në Durrës, kur erdi motra, vajtëm gjithë të takuan në ndikte, në i të me motrën, edhe erdi Vjera, i Kunati, edhe i shoqi, erdi. Mas një dy ditë erdi, mas motrës. Erdhëm që ti merën e në fëmijën që të rinde me tjapin. Mi motër tha që merë një fëmijën, për nuk rripa mua, unë nuk duat vi me ju. Takoj këtu, sepse eshe vogël nuk rri me tjati, dhe nuk ka dëshirë. Nuk është në ato që ka parë, nuk e di. E qartë. Edhe nuk e mori, se vajza nuk deshin, edhe Vjera tha që ta marim, he fale, i thoshte motër si luç, unë isha në kem gjatë, ishim të tëra motrat, ishim në kem, kralonët, dhe i thoshte gjatë gjithë vës fale, por na jep dhe i shansë, po fale. Dhe motra ime i tha që e mban mend që më ka rarë një në sytë tënë. Ajo i thot, po njërë që ajo, si njërë i thashun, ka rarë sytë Vjerës i thashun dhe Vjera nuk ka reaguar fare, si që njërë ajo. Sytë Vjerës ka rarë, po këte nga së shidhë të Vjera, sa herë ka ndodhën. Edhe të më thënë Vjera e ka, që shidhën, nuk është se fale, nuk është se i ka thënë që djali që ore, po qarë qysh te kërkoj i fali gotës, njërën tjetër. Pra, a i ka qenë dhunues që në fillim të martesës, të lidhjes së tyre, përderisa e ka rrahur edhe të shtëpia e vetë përpara Vjerës. Dhe ajo nën nuk e di se si... Jo, kur ka shku Vjera në Greqi. Ka shku Vjera në Greqi. Kur ka shkuar Vjera në Greqi. Dhe unë nuk e di se si ajo nën nuk ka reaguar ndaj të birit, kur ka parë që ka rrahur nusen. Është e rëndë kjo situatë. Me fjalë me sa urat, po nuk reagon, ose nuk e pranon, thashë si barje që si nuk e pranon që djali jote ka rarë në sytë ten, ti nuk e pranon që nusja po ta thot fakt, ore ishte në sytë ten. Dhe nuk e pranoja. Gjyshi nuk e marrin në mbesën në telefon. Jo, nuk e kanë marrë. Gjashallarët e kanë marrë një dyherë, po gjyshja jo. Unë uroj dhe shpresoj që ajo të jetë një vajzë e lumtur, të rritet me dashurinë e nënës, uroj që ai baba të ndërgjegjësohet një ditë dhe ta kuptoj gabimin që ka bërë, ai vërtet nuk e ka prekur vajzën me dorë, por ka dhunuar nënën e saj dhe kjo është shumë e rëndë. Uroj që të ndërgjegjësohet, të gjej forcën dhe t'i kërkoj falje asaj grua, edhe pse ata janë të ndarë. Por burrat shqiptar, një pjesë e burrave shqiptar, fatkeqësisht janë dhunues dhe numri i grave të dhunuara është rritur ndjeshëm në Shqipëri dhe kjo është një fatkeqësi shumë e madhe për vendin tonë, por ajo që mua më vjen keq është që gratë mbyllin gojën dhe nuk flasin. Kjo është shqetësuese për mua, që në momentin që përballen me një burr agresiv, me një burr dhunues, ndaje, divorcoje, përzëre nga shtëpia, nuk e çdo atë burr. Dhe gabimi i madh i motrës tuaj këtu ka qenë. E bëri pse? E donte? E qef tu ka qenë, do më thënë se kisha frikë, isha pa letra. Kjo është e gjitha dhe e ka dashur, do më thënë, në mori me dashuri, e donte. E kuptoj, por ajo tani ka shpëtuar. Uroj të ketë një jetë të qetë, të lehtë, të jetojë e lumtur, të harroj të jedhi mbrapa të gjitha, ne do mbetemi në kontakt, unë do flas me një avokat për çështjen tuaj, për të mësuar më saktë anën ligjore, për t'ju orientuar dhe juve, por uroj që ajo të jetë e sigurt. Ajo është e sigurt, por të jetë e sigurt dhe nga ana ligjore, këtu në vendin e saj që vajzën mos t'ia marrin sepse gjëja më kryesore vajza është për ata. Ajo u arratiz nga i vend vetëm të shpëtonte vajzën. Për vajzën,
E dashur, unë uroj që ai babai të reagoj, babai i vajzës, ti shkunati juaj, si quhet? Klodian Devja. Klodiani, nëse unë do lidhe me Klodianin për të folur, duke ditur që çështja në gjykatë është dhe Klodianit edhe Elionës, do doje një mesazh t'ja përcjellja? Duke ditur që ta ka mbyllur telefonin shumë herë kur ti e ke kërkuar të flasësh dhe ti kërkosh një shpjegim për motrën tënde që ta ka dhunuar? Jo, vetëm një shpjegim po e dua. E dua vetëm një shpjegim që pse më ka dhunuar motrën, vetëm këtë. Nuk e do, më mirë ndahu me motrën. Ose nuk e do burrin, ndahu, a e kupton? Po vetëm pse ma ka trajtuar kaq vjet që ne s'kemi ditë gjë. Më ka dhunuar kaq vjet. Dhe ka qenë një bombë kur ju e keni mësuar dhunën e ushtruar ndaj motrës dhe sidomos besoj për nënën tuaj kur e ka mësuar babai juaj, të gjithë jeni lënduar nga kjo histori. Po, shumë prindit janë prekur shumë jashtë masë. Po mos mami. E besoj. Kush është ai prind që kërkon një gjë të tillë, një situatë kaq të frikshme tek vajza e vet, të dhunohet nga burri, është e rëndë, shumë e rëndë është, por uroj që këta burra dhunues t'i vën gishtin kokës dhe të kuptojnë çfarë po bëjnë, se unë mendoj që një person që dhunon në këtë lloj forme, që nuk janë ndjen për fëmijën, që mund ta humbasin, nuk janë ndjen që përshkatron familjen, ka ndonjë problem psiqik, nuk janë në rregull. Një njeri normal nuk ngre dorën. Nëse fjala nuk zgjidh diçka, ka ndarje, ka divorc, secili shikon në jetën e vet. Nuk është nevoja burrat i kthejnë gratë në pronën e tyre private, t'i rrajnë, t'i dhunojnë sa herë të duan. Kjo është absurde, por fatkeqësia e këtyre grave dhe sinqerisht më dhimbset. Mirë, Ismete, se lotove, e ke motër dhe të dhimbset. Të besoj, edhe unë ka motër. Dhe di ç'do të thotë dashuria për një motër, por u bëft më e mira për motrën tënde, për mbesën tënde. Falenderoj shumë, Odeta më e përgjigjur sot. Vetëm kam merak se më kalon në motra, depresion, kam shumë merak. Nga ajo që ndoshta nuk është këtu në Shqipëri, nuk është kaq e rrezikshme saç ajo e mendon. Po e mendon, më besoj që e mendon shumë ekstrem. Sepse e mendon ekstrem, do vin tani, do vin ma marrin, do vin tani, do vin nesër, ja prite kur të vin ma marrin. E ka shumë keq, në trurin e vet e ka fiksuar, do ma marrin. Sepse ka kaluar një periudhë të vështirë në Greqi, ka ato traumat që normalisht do kohë për t'i kaluar dhe nëse ti e shikon gjendjen e saj që është e rëndë, mund ta ndihmoni dhe me një psikolog. Që ta ndihmoj pak, sepse ti po më tregon që ke frikë se mos kalon në depresion, domethënë ti kur e takon se unë shumë pak fola me Elionën dhe nuk arrito ta kuptoj për aq sekonda sa folëm ne gjendjen e saj shëndetit mendor. Ti si motor, si e vlerëson situatën e saj? Do të thonë, është goxha e rënduar nga ana psikologjike? Është goxha, mua duket goxha e rënduar, për shembull, në sekond mund bëj shumë pyetje, po sikur këtë, po sikur atë, po sikur kështu, po sikur ma marrin. Po sikur më marrë një avokat, po sikur ai avokati mos bëjnë punë, domethënë duket që është shumë e stresuar. Nuk ka siguri, e kuptoj. Nuk ka siguri dhe nuk ka besim. Kur erdhi mendoj që i lash mbrapa ai Meli pastaj, që i dërguan ata që paraqit të gocën janin që kjo hiku, ai e rëndoi shumë pastaj. Ai ka rënduar shumë. Ai ktheu një përgjigje atij emaili? Po i thanë që ka hikë në Shqipëri, është e sigur, është njerëzit e vetë. Nga dhunuesi është ndarë, të përgjigje kemi kërë. Por email tjetër nuk ka ardhur? Jo, email tjetër jo. E qartë. Uroj që gjërat të mbyllen pozitive për motrën tënde, por do mbetemi në kontakt për gjithçka. Patjetër që do bëjmë të mirë, sepse dua ta ndihmoj motrën tënde. Ajo është nënë e pafajshme. Dhe falenderoj shumë. Mirë, të përqafoje dashur. U flia pa buk. E dhunuar ta dani në vajzën. Ja, më ka rënë sa i ka grisur rrobat në trup. Kam frikë të vi në shtëpi. Nuk dua të jetë 24 orë në punë. Dhe të rasti dhe gjitha.
Përshëndetje miq, dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve apo videove të mia, mund të klikoni poshtë këtu tek fotoja ime. Mirë, ditën e sotme me live-in tim do shkojmë në Greqi, do të jemi në një ishull të bukur të Greqisë, por fatkeqësisht do sillim një histori të trisht. Do të hap dritaren për një 55 vjeçare, ai quhet Mirela Danaj, e cila ditën e sotme do rrëfej jetën e saj të vështirë, që në moshën 20 vjeçare, kur ajo u martua me babain e djalit të saj, gjithçka ndryshoi në jetën e saj. Fatkeqësisht, dhe pse ka kaluar shumë vite martesë, vazhdon të vuaj me personin që ka në krah. Por çfarë do kërkoj sot këtu në live me Odetën? Hap dritaren dhe e dëgjojmë Mirelën. E dashur Mirela, përshëndetje nga Tirana. Të përshëndes edhe unë nga Greqia, unë jetoj në Santorini. Oh, që nga në ishull. Jam në ishull. Tu jetoj prej 9 vitesh. Kam ikur, kam ardhur. Arsyeja se në Shqipëri normal nuk ka punë. Jeton me familjen? Dhe arsyeja tjetër, po, me djalin dhe me burrin. Më vjen mirë. Uroj ti jesh mirë aty në atë ishull, është ishull i bukur. Për turistat, për ne është e lodhshme, nuk është kollaj. Për ne është mirë dhe bukur në Shqipëri. Këtu rrim nga keqja se nuk kemi mundësi aty në Shqipëri, ti e di si janë. E marr me mend. Desha të pyesja me atë vulkanin çfarë u bë aty në atë ishull? Se shumë mirë se braktisën përpara shumë kohësh. Ne ikëm, si me fjalë të qetësoshim pak, një 15 ditë vajtëm në Athinë. Arsyeja se nuk ishte frika e tërmetit normal, që ishte se 10 minuta binte tërmet dhe lëkundeshin. Këto janë shtëpitë. Tu poshtë janë shtëpitë e vjetra që kanë tërmeti para 100 vitesh. Po. Dhe mbi to janë ndërtuar të tjera. Tala frika ishte e vulkanit. E qartë. Atë gjoja tani e hoqën fare nga faqja se kanë arsye me vetë tash duhet të marrin lek mos ikin turistat edhe akoma bien ngonjëherë tërmeti. Por është u mësuat me të lëkundje dhe u popullua sërish ishulli. Tani fillon dhe sezoni, ka turista. Po normalisht që janë të gjithë këtu thash, unë doja televizja, po arsyeja djali nuk ikën gjithë. Marr me mend. E dashur Mirela. Më ke kontaktuar. Unë kam ndjekur. Më ke kontaktuar. Unë sa vi nga puna, ja të gjithan televizorin, tani po ndjek atë Ledionën, haberet e shatit, qetësohemi ne të kulgjojmë. Alla historitë tua e njerëzve që ke trajtuar ti, paka shumë ngjasojnë me jetën time. Unë nuk fola pak më para se ishte burri. Edhe sa e nga puna, po prisja, më vjen dhe djali pak më vonë, djalin e kam bërë. Alla jeta ime është të shkruash roman, nuk kam shkruar një ditar, nuk se jam e shkolluar, unë 18 vjeçare kam mbaruar arsyeja se prindit bënin shumë fëmijë dhe kush ishin të mëdhenj kishin barën në kuris. Në mos të re mami mua mustë dhe gjithë para shpis më ramua mbi shpatua. Më vonë atëherë do martosh detyruar ku të jepnin prindrit, nuk ishim gojë të flisim që e dua se dua. Çfarë vendi ke jetuar në Shqipëri? Unë në Selenisë të Vlorës kam jetuar. Në Selenisë të Vlorës? Po, atje kam jetuar. Dhe je martuar e vogël me sa po kuptoj? Nuk jam martuar, 20 vjeçë jam martuar. 20 vjeçë, le të themi një moshë relative jo shumë e vogël, për atë kohë flasim gjithmonë, se tani 20 vjeçë janë prapë vogla për të martuar, por për atë kohë ka qenë mosha ideale martesa, por je martuar pa dëshirën tënde? Pa dëshirën time. Dhe ndonjëta se është turp të flasësh, të gjithë atëherë thoshin dhe unë kam duruar se në jetën njeriu ndryshon me kalimin e viteve, se s'mund t'ja dësh faj. Unë erdha në një familje intelektuale, prindit i kisha intelektual. Unë të motor me 5 vëllezër, kam dhe një motor. Nuk fola, nuk tregova. Alla si themine nga Vlora shtiza në thes nuk më shihet. Sa do të mburën unë apo të them që janë këtu dhe personi që ke në krah është ndryshe ajo duket, janë gjëra të realitetit. Mundoj sa thoshe, do ndryshoj një ditë. E dashur. Arsyeja që ndonjë se unë u bëra nën. Shumë shpejt, në djalin që kam. E jeta kesh. U bëra nën.
E dashur Mirela, ti u martove 20 vjeç pa dëshirën tënde, ka qenë me mbledhëri, por duke ditur që vije nga një familje intelektualësh, nuk pate fuqinë ti thoshe babait dhe nënës që nuk e dua këtë person dhe mos më martoni? Si fillim, se babi ime ishte kuadër dhe atë kishte në punë, ishte punëtor që punonte në atë terin ku punonte babi, janë njerëz të mirë, të gjithë buajnë, fukarej si ishin të gjithë atëre, po fukarejnë, po dhe si mund ta them, që një fsheta, se nuk jetoja në një fshat në pyll, edhe nuk dinim çfarë ishte jeta. Burim kishte jetuar, ishte ardhur në 86, ishte pustuar, po mentalitetin e fshatit nuk e kishin kaluar, se ndryshe nga familja kur rita unë, ndryshe aty kur reta. Ka njerëzit që gjeta, ishin si nata me ditën. Tyra një familje të madhe. Ti ishe 20 vjeç? Dhe thoshin gjithë. A i sa vjeç ishte në atë kohë? 25. 25. Bashkë moshatar keni qenë? Po nuk isha si nata me ditën. Durova shumë fare dhe akoma unë shpirtemi të shpoeq. Po pas lindjes së djalit, që të kam shkruar për vajzën, se unë nuk isha gojë flisja, dhe kur thosha 20.000 thoshin, s'ka gjë, to janë punë të Zotit. Ala nuk ishin punë të Zotit, sepse unë prisja më që isha në muajin e 9 dhe prisja të ndonë në vinit e lindjes, si çdo grua. Po. Edhe më plasën ujrat në shtëpi, atje ku jemi në Selenic ka dhe maternitet. Gjatë vizitave që bëja unë të shtazanistë e ginekologja, më thoshte Mirela, ti lindjen e dytë mund ta bësh dhe këtu. Se djalin e kam lind normal. Më plasën ujrat në shtëpi dhe i them burrit shpejt se nuk jam mirë. Nuk kisha dhimbje. S'kisha si janë dhimbjet e lindjes, se ti e grua vetë i ke provuar. Po. Vetëm pak thashun ku uftova 20 tetor, ka qenë 14 tetor. Ku uftova dhe se ato ditë praktikisht bëra dhe banjë, por nuk ishte ujë shumë i nxehtë. Edhe kur ngrihem për të vajtur në banjë, më plasën ujra dhe si tip hemorragjie. Vetë direkt në maternitet aty dhe më nisin më thonë Mirela, ti si për të lindur këtu, ti duhet ikësh urgjentisht në Vlorë. Ke parasysh 99 ishin që rrugët si ishin ajtë rregullta. Kur vjen atje, i mbajmë në gjithë dhe kirurgun, ose doktore mbaj emrin ksenofon, i mbajmë dhe ata derat. Më pyetën nga vjen në Mirela, i thashë nga Selenica. Ke dhimbje, më shtyn direkt te krevata dhe ishte bërë salla gati për të futur një grua tjetër. Edhe më futëm direkt në staf. Më pyeti si të quajnë, si të pyesin ku të edhin alkozën, nga i staf mike, i thash, kam një djalë. Edhe i thanë burit që njerëzit e kësaj ku janë, tha prindrit, se kjo është në gjendje të rëndë. I thot ai që i kisha në Tiranë, më disë njerëzit e mamit i kam gjithë aty, i kam në Tiranë. Me i fjalë donin që thonë më merr një gjak. Gjaku im është 0 negativ dhe është grupi veçantë që s'para gjendet. Pra ti nëpërmjet hemorragjisë kishe humbur gjak dhe kërkoje të merrje gjak dhe prandaj kërkoheshin familjarët. Më duish gjatë operacionit mendimi doktorave se i mora vesh më vonë, pa në prezentën time ata i thanë që ku i ka njerëzit musja, i ka këtu apo ku i ka? Ai thanë që ata nuk jetojnë këtu, janë në Tiranë. Për moment u prindit i kisha në Vlorë që jetonin. Po babi dhe mami për arsyet e tyre kishin ikur në Tiranë atë ditë. Nuk e dini që unë do operohesha, që ishte dita fiks për të lindur unë. Edhe më vonë kisha lindur dhe si më thanë tani, unë gjatë sa dënë se Odeta nuk bëra eko të shikoja gjeninë e fëmijës, se djalin e kisha, shikoja kështu, qa më gjithonte ginekologia, thoshte e ke në rregull fëmijë, në rregull shtatzania, nuk kisha probleme në shtatzani. Ka qenë shtatzani e mbarë? Kur linda? Po, ishte e mbarë, nuk kisha probleme. Me gjuhë mjekësore më përcaktuan gjë placenta prerje. Placenta prerje i thoshin që është çara e në fëmis nga sforcimet. Se mos i gjatësi jam në shkurtër, jam 1,55, nuk kam gjatësi në fjalë, po nuk ishte të bënte ajo. Edhe nuk më kishin treguar për fëmijën si lindi si qysh si tek. Ju e lindët nga Tirana, vajzën e lindët vetë apo hyt në operacion? Në operacion, po them kur shtriva te salla operacionit. Po? Më pyeti doktori, a e ndje fëmijën gjallë? Po, i thash. Dhe më lëvizte fëmija në barë. E qartë. Edhe si kthejmë prind nga Tirana ditën e dytë,
I thonë një sanitare, pyete Mirelën për vajza, e i thuaj çfarë duhet? Që të na nisin si janë në Shqipëri, që të sillin çaj nevojitjet jetës së nuri, se nuk mund të vinin në maternitet brenda. Ajo vjen ditën e dytë, jo atë ditë. 2 ditë mbas lindjes, edhe më thotë ma, ti e Mirela, po, të dal babi, më thotë ma dhe shkruaj çfarë do, që t'i sjellim lart. Unë e para i shkruajta dhe Delino, dhe i fjalë për bebin. Nuk e dija çfarë kishte ndodhur. Ajo i lësi lolapsin edhe po më shikonte mirë, Mirela i thashun, nuk ndihem ishte, nga që kisha humbur dhe gjatë, bësha ujë në djersë, si normal, si një grua operua. Mirë më thotë ma se do flasim. Çfarë do tjetër i thash nuk duaj gjë tjetër se më kishte sjell halla, se kam dhe motrën e babit aty hallën time, më kishte dërguar që më dak sa gjëra jo amika, jo gjëra kështu dhe vjen një, nuk e di kush ishte nga hospitalit, më thotë ma Mirela, ti nuk e di, nuk keni se të ta themi, po fëmija vdiq, më thotë ma. E kishe vajzë dhe vdiq. Nuk e besoja. Tani kujtova se me këtë marrjen e bebit të vdekur dhe gjërat e tjera do t'i bënin njerëzit jashtë. Unë nuk mundesha, si ty në spital të hash thikën e të dalësh me duar vosh, po nuk e ndjeva të dhimbin më i kjo deta, që një nën kur i vdes fëmija ndjen dhimbin nga brenda. A e kupton? Qartë. Ndjesha bosh, në djalin e mëse kisha njëri që i gjysmë që urash pa dashin në vajzën. Si thof, vajzë, po mund të kesin dhe djalë, nuk e di. Edhe ata poshtë kishin marrë vesh. I kishin thënë burit gjoja, se burit që atëre ka qënë qa i thoshi. Nuk kishin dashur me fjalë që kishin thënë që vajza vdiq. Të mirë të një akt, apo një certifikat lindje më jo deta. As ftirën kishte edhur, as një gjë. Unë kur dola nga spitali, kujtoja se detyrat ishin për këta. E dashur, në momenti që të dhanë lajmin, fatkeqësisht që foshnja jote, vajza, ndroi jetë, besoj që mjekët e kanë dhënë dhe diagnozën, problemi që ka patur foshnja. Po normal, po asnjë nuk u mor me këtë punë deta, gjo. Unë mbas 4 ditësh erdhi një ndihmës kirurge, Po. që ava ime e kishte gjitone atje në vlarë. Më thotë ma, ti e Mirela mbesa e rritë, se ka thënë po. Më thotë, ama po të kisha qenë në sallë, ajo ishte e njohur atëherë, më duket se ka vdekë tani se shumë e madhe, do të kishte rojtë fëmija, po mua si më thanë ata që vdiq mbas 4 orësh. Nga operacioni? Mbas 4 orësh, fëmija ndoshta ka pasur nevojë për ndihmë, se çau vodi ta se me këto që po dëgjojmë tani, nuk kam e gjë shumë në jetë të flasim. Dhe brenga, kur vinë në shtëpi, që donim ne tha Vjera i si shte për ne tha. Sepse ti kur ke dalë nga spitali, gjën e parë ke pyetur çfarë ka bërë familja me trupin e foshnjas. E çugo e morën. Dhe Vjera E mosi njeri. Dhe Vjera që E pa njeri. Vjera më tha ma, si shte për ne tha. Hajde tha, do të shtjetër tha, e ke djali. Qa të thua më, mama i thashun, qfar po më thua tani, thash, edhe buri si ku. As me Arbeni s'ket punë të pas për buri, tha, e ka varur së spitali, tha, s'kemi punë të marim ne. Po dy njaja i bëjnë me burat e botës ka shumë, dhe i marim. Por Dhe një i vogël, i sa po krijuar. Unë nuk di si ta shpjegoj o deta, se jam shumë e mingarkuar, kam shumë stres dhe shumë, po kaloj shumë gjëra në jetë. Edhe më ngeli si pen, mbas, hajde se ta dhëm, e anashkalova problemin me vajzës, duke i qare duke me zirash, pasaj shpërgane, kam lindur dhe një djalë tjetër, dhe djali më ka vdekur 1 vjeç, më ka vdekur djali 1 vjeç, i bëj reaksion gjilpëra. Do të dalte muhabeti vajzës. Dhe natë e djetojnë qaja, pse të më ndodhin këto, mbi shqetësimet që kisha me burin, me fukarallë, me gjitha, po më ndodhi dhe kjo. Qaja natë edhe ditë, në ëndër më bëhet një zë, më bëj një fëmijë i vogël në përshpi, vajzë, ajto ishte 3 vjeçe. Edhe më thot mua që më vjet zërit e veshje dhe më thot, pse qatë? Se shfa më ka vdekur, jo, vajzën ty ta kanë marrë. Që s'të ka vdekur vajzën. Mirë, janë brengat e një nëne që i përjeton, por e dashur Mirela, në momentin që dole nga spitali, më lejo të bëj disa pyetje. Ty mjekët nuk të thanë asgjë, vetëm të dhanë lajmin që vajza ndroi jetë. Vetëm në momentin që kërkoj të arpante për bebin,
më tha një nga ato sanitare që Mirela, ty nuk ta kanë thënë, po fëmija ka vdekur. Kaq. Dhe unë thash, gjërat e tjera e kanë marrë përsi për këta që ishin për jashta. Se unë atëre ndonjë bëri shmos babi që unë të rja sa më shumë në spital, që të kurohesha, kam më 15 ditë. Se dhe operuar isha. Edhe problemet pas operacionit, e qartë. Por bashkëshorti jot, Arbeni, çfarë të tha? Se ai ishte babai dhe atit ja kanë shpjeguar situatën. Çfarë i kanë thënë mjekët Arbenit? Asnjë gjë nuk më sqaroi. Dhe më vonë nuk sqaroi se do të natë më njëri. Fare. Çfarë kërkon tani? Më keq se e jema. Si ishte për ne? Çfarë që doni me ta merrni? Ke parasysh? More shikoje. Pyese për diagnozën. Merre aktin e lindjes. Merre aktin e vdekjes, certifikatën. Se po flas budalliqe. Merre. As gjë nuk u bë. Asnjë njeri nuk e vuri ujë në zjarr. Unë më ngeli si breng. Si them, se unë po i dhe vetani. Unë erdha para 2 vjetës në Shqipëri, për takuar për një se babin e kam pasur shumë pa qef, dhe vetë kam qënë pa letra, dhe ta, unë si veti kam a letra, të pos bërë 8 vite nuk vjen do të Shqipëri, ti besoj se i dire në mua këti ka greku. E qartë. Kur erdha në Shqipëri, më diagnostikuan me kavitetin oral në gojë. Kisha problem me dhëmët, ka me qurpisin. Unë e disa kam vojtur, edhe akoma e kam bërë ato biopsin, nuk e ditë që vadash. Se unë e lexova te Google, se tani janë rrjetet sociale që s'ke nevojë të pyesësh, janë kanceret e gojës, janë ato gungat, ala tash e anashkalova këtë gjë, po të pak në tash dhe po të vdes ta di, është apo nuk është, të bëja një kështu. Edhe se ditë shoqet e mia, që kanë vite që punoj dhe njëra tani më qepoj, Mirela kërkoje ti të Odeta, mos ta kërkoj unë. Kërkoje, s'ke pse stepe, s'ke pse ke frikë më tani nga kjo gjë që ti po kërkon, një gjë që mos ta mbaj brenga brenda se djalin në Odeta e di se ku ka. Shpirti im e di sa po buaj. Sepse mbajta 1 vit në krah dhe nuk fitova gjë. E kam djalin që kam të vetëm, shiqyre kam në rrugën e Zotit papari ma vizot, sepse s'më ka gjë shpirti, gjithë torturat dhe gjitha që kam hequr në jetë vetëm të shikoj djalin mi. Kjo është arsyeja ime që jetoj. Nuk jetoj as për prindrit, as për asnjë njeri tjetër. Se unë ta thash, unë jam motur me 5 vëllezër, se jetën e kam marrë vetëm në shpatull. Nuk kam dashur të diçka, as një njeriu, as të shtridorën, as njeri. Ti se di, nëse Zoti të sjell këtu, ase të bëj ftesë unë të vish, dhe ta shikosh me sytë e tu sa më respektojnë dhe sa njeriu drejt jam. Ose do një drejti s'ka fat. E tash Mirela, do të pyes për sepse gjithë qëllimi është vajza që ti kërkove të flisje me mua, por më preku momenti që më the ke bërë disa vizita dhe dyshon për diçka të keqe. Dhe fal Zoti the ka rrjete sociale dhe unë informohem. Të jap një këshill, mos lexo shumë gjëra në internet, se jo gjithçka janë të vërteta. Më shumë do ngatërohesh. Unë u vajta tek Spitali Franciz në Tiranë, te doktora Ramazani Sufi, te Algeri Sufi që djali vet, ata i morën gjitha parasysh, do bëjë dhe biopsia me zorë, se unë kirurgët e kancerozët, ala për pjesë e tjera të trupit kam një kushërirën e mamit, edhe dervishje, njofin gjithë, unë e kam teze atë, edhe i tha mamit, nuk është vajza për tek mua, po do të dërgoj unë tek një që është për këtë kategori. Dhe ata nuk morën përsi për operacionin o të ta, se thanë është tek indet të vulga këtu, dhe vajza o ngelet në karocë, o ikën fare nga jeta, se në momentit të bësh prerja, mund e mendonin e muragjin, si të ta parandalonin pastaj. E kuptoj. Eri djali më mori mamë, tha mua, ka doktorë më të specializuar në Greqi. Po dhe këtu unë, u trëma Odeta, më mirë thash janë kështu si janë. Unë të uroj jetë dhe shëndet dhe uroj që ta kalosh të situatë, e kuptoj që gjëja është pak serioze dhe delikate për shëndetin tënd, por forca, mos u dorëzo se do t'ja hedhësh, do ta kalosh. Mos mendo fundin. Je shumë e re për të menduar fundin. Unë jam shumë e lumtur mirë që fola me ty se unë të shikoja për ditë, ja për kokën e atij djalit që kam. Për ditë sa vi, ulem te këtu që pi kafen,
Edhe e qoj që shikoj komplet, edhe më sa djali, o ma, qa shikoj se ti se unë shikoj dhe qaj. Ti më shumë stresoj, qoj të YouTube dhe shikoj muzikë. Edhe e basere. Të jep këshill të mirë. Histori që... Djali të jep një këshill të mirë, dëgjo muzikë. Është një terapi shumë e mirë, se sa të ndjekësh historira që ndoshta të japin pak ankth dhe stresohesh, dhe duke ditur që historitë e mia lidhen dhe me historinë e jetës tënde, ndonjëherë gjen veten aty dhe mendon jetën tënde dhe fillon derdh vetëm lotë, e kuptoj këtë pjesë. E dashur Mirela, ndalemi pak tek vajza. Vajza lindi në vitin 1999, të kujt muaj dhe çfarë date? Në 14 tetor. 14 tetor 1999, që i bie të jetë diku para 26 viteve. 26 vite. Po, përpara 26 viteve. Ndërkohë, ty të tha në spital se ajo ndroi jetë, por asnjëri nuk të dha shpjegim. Qoftë bashkëshorti, qoftë dhe vjera, madje gjua e tyre, sjellja e tyre të lëndoi më shumë. E merja me të mirë, bo i thash ore para dhe sakosh, i thash ndali, se unë do t'ju kësaj pune. Nuk donte. I thash në gjë, thirë mos e ti gjë. Si të thanë, ore nuk do të pavarosëm për një qa doni. Ide një thirë, mos e pet diçka atje. Lexove në që punë kisha unë. U thash s'ka më punë. Shiko kishit në ta të jetë musja mirë, nuk kemi që duam. Po s'kima nuk ke që do. Në kohën e rëmujave të jetë shumë mirë, o dhe ta 97, 99, janë burë këto. Gjithase, e mendoj se ata i kanë parë njështë dhe një odeta, i kanë parë ka thënë kjo që nga i ri pa njeri. Nuk e di pse... Por baba juaj, i cili erdhi në spital, madje erdhi dhe donte të ndihmonte me gjërat që të mungonin aty në spital, por atit nuk i thanë gjë, babai nuk u interesua në atë vit. Nuk u interesua ai se atyra tani nuk di çat flas, se si kishte thënë që vdiq. Edhe këtu pjesë besoj ka thënë aja, por nuk kam pyetur se ta thanë thoshin marr Lela, po ti çaj ke këto muhabete tani. Po si mos ai kanë këto muhabete tani, çu do ky fëmijë? A e mbajta në më mbajtu? A des vdiqja, më nisë shaf dhe ku bashkë me të, se sa po jetoj një jetë kot. Si, ma bëll rrugën, se unë nuk i kisha menoj një burë të botë, se do thoshin që do. Lore, po kisha buri sa një malë në spjede që dua që kam. Për çfarë dua odeta, se unë të flasë për jetën time, do 24 orë të sqarosh. Po pse kaq të vështire pas? Shumë, vojtje. Shumë odeta. Je dhunuar? Shumë, edhe akoma. Po. Se dhe tani të dhunon? Tërkohën është... Po dhe tani që jam është shtuar akoma më shumë, sheri dhe gjitha. Unë me zi po pres të vinë në Shqipëri, se nuk e di qa vendimi dhunar. Nuk po doroj do të mëse, vinë vite në fillim mund doj që e neglizoja, e thosh ta hajde, kushte tani jo. Tani nuk munden ma. Unë me vërtet jam bërë për psikolog, sepse tu nuk kam asë një shtemi. Kam vetëm djali, dhe djali nuk dua ta mi ngarkoj, sa i vetë e shikon, që kam e qërun të rjetën. Sa vjeç është Arbeni? E di shumë mirë, me më ka thënë ma. Djali shqirit është 26 vjeç. Por Arbeni sa vjeç është? Ja i 55 i bëm tani në korik. Por ka probleme të shëndetit mendor? Se një njëri që dhunon gruan pa arsye, ma më duket pa logjik, o ka ndonjë problem, është rritur i dhunshëm. Ai ka pasur këtë që nuk do ta kundërshtosh edhe kur nuk ka faj. Faj ka qenimi që unë çdo gjë e kam marrë, ose do ndryshoj, ose s'ka gjë. Ofendo, nga gjërat që nuk e di. Nuk mundem të imagjinoj dot, dhe njerëzit e nisi kanë ditur gjitha këto. Por tani që unë bush kupa ua kam thënë, dhe fakte dhe njerëzit u tregojnë gjithmonë. Si mora arrit e ti dhe vajzën ati, çfarë bëri vajza jote që edhe në familje? Çfarë? Po jo unë një fjakë dhe vajza s'më ka treguar. Si ta thash pak më parë. Shtiza në fest nuk u shihet, dhe këtu ku jemi në Santorini, se këtu është ishull po si fshat, njihen gjithë shqiptarët. Gjithë të huaj. E dashur Mirela, ti e martuar 20 vjeç, ai të ka dhunuar që në atë mosh? Që ditën e tretë odeta. Që ditën e tretë që vajte nisi? Që ditën e tretë. Po. Wow. Shiko si ka qenë arsyeja. Ishte mbesa e vjeri, ngjitur te pallatet, dhe i thot virës, nëna fiqo, do ma tërgosh pak mëse ne deni dhe vajzat, ma nuk më lë buri. Kisha ajo më madhri se burin tim.
Po ku di jam qa ishte. Dhe vira na thotë kishin mbaruar punën dhe ato ishin pothuajse mosha ime njëra 18, njëra 17. Ikni pak te bona tani që ka ikur venin punë, ta takoni se do të shikojnë tyja. Edhe vete unë me të bukra mund se më nisti kjo. Ky vjen në shtëpi dhe i thot, ku janë këto? E gënjeu vjen, ai tha e kam dërguar te kushëriri, ishon gjitur në pallat kish dyqanin. Ai na pa na erdhën. Dhe atëherë unë kam parë sherr edhe fjalë. Kur arriti djali të qelloj babain, që atë ditë unë ja kam bërë vis, se i foli çfarë kene, nusën çfarë kene çupa. E dërguam ne. Edhe ngjarja vazhdoi tërë jetën Odeta. Por Nuk di. pse nuk kërkove ndihmë te prindrit e dashur që në atë kohë? Çfarë frike kishe të kërkoje ndihmë te nëna dhe te babai dhe të ndaheshe, nëse ai nuk ishte njëri ideal për ty, që të ka shkatruar jetën, pse nuk kërkove ndihmë? Kaq nuk janë gjë, kam parë gjëra të mërshme në jetë. Edhe arsyeja ka qenë kjo se nuk kisha mbështetje dhe shumë te prindrit. Ke parasysh më mbështesin e thoshin, se do ndryshoj, se kështu se dhe nuk i thoja, unë flia pa bukë. Fli në shesh është ai se krevati më kishin pret prindrit dhe shtëpinë na bën prindrit e mi. Që ne jetonin si njerëz aty. Frurit e gjithë familjen e tij nga fshati. Hajde ata ikën se e pan që ky ishte nuk bëjsh më, as me prindrit i rrinte motrat, rrinte vëllezërit, i ofendonte. Ngela unë aty se ngela shtodzan. Por një person që dhunon prindrit, dhunon gruan, si e ke marrë guximin të rish afër ti? Pse nuk kërkove të ndaheshe? Gjithë njerëzit. E dhunuar shtodzane në vajzën. Sepse më pa dashin mu derë të ujë aty te balkoni dhe i vajti jetones poshtë. Ajo u ankua, ajo bëri kastile. Ja, më ka rënë sa i ka grisur rrobat në trup. Kam qenë në muajin e 8 në vajzën. Të mërshme. Dhe nuk e denoncove asnjëherë në polici? Njëherë kam denoncuar Oda para se të vinim në Greqi. Kisha qenë në një punë për ndihmuar vllajin, po që nga që vëllezërit e mi urreni, më tha ma nuk do vesh. Unë thash do vete. Se më tha vllai, po të rekomendoh ke mua. Marrën punën dhe ti bashkë me djalin me shkëta ishin loku gjitin në Perdisoj da një punë që ishte e lodhshme vete në shtëpi. Ky sa vete në shtëpi më kap, më afro dhe më përplas tek divani. I thot djali, çfarë ke me mamën? Ti nuk e shiko që ne jemi lodhur dhe i dha që ta shkënte tutje. E ka kap djalin desh e mbyti fare se ishte i dheu. Ka qenë djali 18 vjeç. Në atë ko marrë polici në telefon aty në Selenik. Ka qenë një kushëriri polic, shefi komisariatit. Vjen ai dhe dhënë duart ko. Gjeni la, ti e ty të ka dhënuar ko. I thot ati gjë. E di me këtë të bësh tisa. Ti di që kjo është motra ime. Ti e di e vajza e kujtë është kjo. Po ty më tha mua, po mor kja fësis të hasa që jeton në këtë familje në këtë njeri. Kam bërë denancimin në mos ja hiq më tha mua, të dhe i brënda. Nuk ulesh më i dhe ta prap. Vinte tu për ngodhe njërëzit si s'ke tu për shofe burin në polici. Nuk më ndonin që sheri dhe i madhë dhim të kurizit e më dhim të shpyrti nga gjitha gjërat që kisha hequr, po më ndonin se është tu që të më qova burin në polici. Kjo është fatkeqësi, paragjykimet në Shqipëri janë të mëdhaja. Dhe kjo i bën gratë të triqen brapa dhe të treqin denoncimin dhe mos ta çojnë dhënusin në burg. Sepse njerëzit paragjykojnë. Ai më tha, ma të mirë më tha mua. E që një ataga, e kam kushuris akoma, mund të jetë në Tiranë, ngritur. Ma të mirë Mirela, mos e të riqë, kë nuk në qëshon, unë kam ka gjithë që punoj, po këtë ke burë më tha mua, kë është burë jo. Shke fajti, ka faj baba jo, të më tha marë që i këtë si gogja burë, këtë burë të ka dhe në jeton ti me të ka. Unë këtë e njohë, tha mua, e njohë shumë mirë, dikur të e sikote, duket njerëzit që bëjnë, vjenë se bëjnë figur gjithit të rrugve të terur, shërë, me gjithë. Por çfarë ndodhi? Nuk unë djeva prapë. Ti e bëri E të roqa denacimin, u ka filluar që një marë që punoj në për hotele, Odeta. Ka miku vetëm ka sheri nga shpia. I laja asë të me lotë se lia djalin e krej, lia mrapa. Por me Ka miku për prapë në 2000. me djalin si ka pasur sjelljet? Me djali, thot kot që kam baba.
djalit nuk i kushton fare vëmendje. Që djalin tu është shembull. Po të ishte profili im, unë e kam djalin, e kam çuar tek Messengeri se tani po të fundit unë s'kam pasur. Po të se unë si ke njëri të shpëndar dhe plasi për të kaluar kohën, po djali tha, zemë është jeta, nuk ka ngjarë fare, absolutisht. As për duhan, as për alkohol, as për shisherit, as për fare. Dhe më vjen mirë, Ka 7 vjet. Që të ka bërë krenare. Unë thash për atë jetoj, djalin të punon në aerodrom, ka 7 vite, shoqërohet me moshat më mëdha, me shokët i ka gjithë grek, ka dhe shqiptar. Më vjen mirë, sinqerisht. Çka të thonë? Më thonë ata është si nata me ditë si ka mundësi dhe për këtë që ka sa ndryshime, ja pra të zotë lartë, thonë 10% të këtyre të mirave që ka ky, thonë i ka nga Mirela. Dhe zi ndryshova në disa gjëra, po në disa gjëra nuk mundem më veta, nuk mundem do të më, nuk di çfarë të bëj. Mirela, ai është përdoruesi i alkoolit, pra në gjendje të dheur të dhunon apo Shumë. Pi. Po tërkon edhe ku nuk është do të bësh gjithmonë si, edhe ku nuk ka të drejtë, se gruaja normal. Gjithse kush ka vendin e vet, ku ka të drejtë, ai ka të drejtë. Ala ku nuk ka të drejtë, unë nuk mundem do të më tani, dhe sikur më thot ai më shumë det, më duket sikur më thot plaç. Por tani që je aktualisht në Greqi, je me djalin dhe me partnerin, burrin, ai të dhunon akoma, pse nuk e ndan? Dëboje nga shtëpia, për çfarë e mban Mirela? Ta them sinqerisht. Ja, ato po ma thonë dhe një shtem, nuk dhe arsyeja që kam duruar kaq shumë, ka gjithë se unë kam qenë pa letra, po do të bësh një denacim, e ti është pa letra këtu dhe më marrin brenda se mësi në Shqipëri, se nuk kanë të drejtë të jetoj këtu. Ndërsa tani që unë jam me letra, i kam marrë 100 vjet në gusht, edhe të vit gushti si vjet, unë bëj një vit kam 3 vite, pastaj e rinovoj prap. Ala këtu të drejtën e them pra dhe këtu e mbrojnë, ti është dhe pa letra ti është si duash. Do dilja të fjala që është turpo dhe ta se tani unë djali ka krijuar një lidhje. Ke pasi kemi në traditën e shqiptarët. Unë thash jetoj. Sa ta shikoja djalin që të krijonte atë familjen e vet. Të ikja unë me mendjen e fjetur te shtëpia ime, mos jem nuk se e kam pengesë. Se unë djalin këtu e ka. E qartë, kuptoj. Po më tha dije se tani si janë të rinë tani dhe ta duan të krijojnë familje reatin e tyre si kam dashur nuk është are. Po nuk është turp. Që doja vetëm burin e dashur Mirela, nuk është turp. Një njeri që të dhunon, duhet largohesh nga një njeri, duhet ta ndash. Një njeri që të dhunon nuk të don, nuk të respekton. As si grua, energji negative edhe ta. Kam frikë të vinë në shtëpi. Nuk dua të jetë 24 orë në punë. Pra, gjendja jote është kjo, më mirë të rri 24 orë në punë se sa të rri në shtëpi me një burr që vetëm pi alkool dhe të dhunon. Nuk thot asnjëherë u lodhe, su lodhe, mos u mërzit. Më falë se këtu të bëra gadim jo, absolutisht. Por, për gjatë këtyre viteve martesë, kur ti ke qenë e qetë, ai i qetë, i ke folur që me këto sjellje, me këto veprime, me këto dhunë që ushtron, do të iki? Po desherik, po desheri. Kjo është përgjigja. Ky jam, po desherik, po desheri. Por ti çfarë ke menduar? Do rish me atë person? Unë ta kam thënë në thash, ta niset e djali ma valejen në ka dhënë qënë kohë, nuk se më ka kufizuar. Ma me drejtimin tënë, ti me rakë për mua mos ki. Unë njërës e një dhe ta kam gjithë në Itali, gjithë në Gjermani, nuk kam njërës, se arsyeja krau i Vlorës emigron në ndej, kanë qënë këtu s'kam bërë që në fillim, edhe ndej kanë krijuar janë gjithë, në punë të tyre kanë një ku kanë 30 vjetë. E qartë. E thonë, vajza më e vuajtur që unë rrita dhe fëmijët e babait tim, se mami tim lodhi ujë gjuri që në moshën 30 vjeç. Më tregon. Unë kam la rroba me lumë dhe ta. Kam ngritur ujë 30 kg në kokë, sa kilometra larg ka qenë. Jo, po ta mburur veten u ma mjoj, dhe të dalti live s'kam tu. E dashur, Mirela, ti më thej që djali ma ka dhënë lejen dhe unë jam e sigurt që ti për atë je gjëja më e shtrenjtë. Sikurse edhe ti e ke dritën e syve. Po dhe ta më falë se të ndërpreva. Ai po kërkon të marrë një shtëpi tani se thash ka krijuar një lidhje me një vajzë nga Fieri që janë njëjtur këtu. Edhe u trashëgofshin, qofshin të lumtur të dy. Faleminderit edhe ta. Unë thash o Perëndi e madhe. Unë vajtë më prezantuam te familja vajzës dhe zi e ka marrë këtë. Erdhën dhe ata këtu. E lanë se që kur u bindën kur atër metin e u takuam në Athinë që të bësh
se jesa dhe unë ta dija se zonja është të mblidhen, ta mbaj djalin, të jem bashkë, mos të di një orë si vjen një orë, 2 orë dhe ikën. Po ata e shikojnë të gjendjen, dhe ta thonë, kjo familja që nga ke parasysh se ke fëmijë vetë. Të kuptoj drejt. Prandaj ajo tha, nuk e kam problem, tha, në rregull, por mos ndonjë këtu dhe për të parë sherret, të vi unë dhe buzet, ti plas dhe asaj të vise votës minat, ose mos ti plas fare, ta djali mua si kështu i prekur di ma, unë kam gjetur një shtëpi. I thonë lagjen në ka derados këtu, nuk është shumë lag. Si spitali në Vlorë me bashkin. Unë me gjysëm zomra u bëra kështu, po unë i thash telës ta që si do vejalli mami, unë pa mami, ajo pa mua nuk jeton do të kishtë. Por gjithsesi, ai është i rritur, kështu që ta bëj jetën me të fejuarin e tij, të jenë të lumtur. E mendova dhe ta, si kam ardhur kohë sot, se unë nuk jam nga ato në dhe i thash asaj vajzës. Unë dua që ju të dy të jeni të lumtur. Unë nuk dua të heqë shtëpi çka kam hequr unë, do të ndihmoj unë me të larë, me të fsha, me gjitha me vetëm ti tash të keni dashuri për njëri tjetrin dhe unë dua respekti tash. Ka i dua. Ju të duhet dhe bëni çfarë të doni me jetën tuaj. Nuk të ndaloj për asnjë gjë. Është nga familje rregull, vajzë e rritur këtu. Por Arbeni besoj u gëzua, e priti mirë fejesën e djalit, se s'ma do mund e t'je deri në atë gjendje që është neglizhent dhe për... U bë prezantimi me familjen e asaj dhe familjen tonë. Edhe si çdo prim, them dhe prindet e asaj, ne do t'i lëmë të lirë akoma, ky donte direkt të fijoheshin. Pse nuk duan ata? Po dale orë zotni, se djali jot është 26, ajo është 19. Vajzë e rritur në Greqi, si edhe në Shqipëri. E por gëdhelur. Normal, unë nuk jam gati. Ajo tha, i quajnë Stella, o mami, unë nuk jam gati, akoma tha të çojmë unazën. Se su shkolla e çove unazën në dorë dhe ke shumë përgjegjësi pastaj. E qartë, ata qofshin të lumtur dhe paçin jetën e bekuar dhe jam i sigurt ke rritur një djalë shëmbullor dhe meriton më të mirat e kësaj jete, por po të them edhe valla shumë do. Ti e prishe familjen se mori natin e këtu që pse nuk u fejuan. Po çfarë problemi ke ti se vin dhe ikën ajo dhe djali do ma dalë. Dale se unë po e shikoj. Po, do njihen. Po do njihen atë ta se nuk mund të kalojnë jetën si kalova unë, të fejon të martojnë edhe pas mos e thonë pasaj të ndajen se nuk janë gjëra. Prindit e asaj që kanë vajzë tanë. Po derisa fëmijët tanë janë të lumtur ne çfarë bën tepër. Po, shumë mirë ka thënë. E vërtet ashtu është. Dhe kjo është, por derisa ata janë të lumtur, unë çfarë dua? Për çfarë dua unë ja vleva unazën, ja çova në dorë dhe them që kam djalin të fejuar. Jo, ata tani e kanë si bashkëtesë. Vjen një orë, 2 orë, dalin xhiro. Vetë puna djalit, ajo punon në dyqan turistik, djali është në aerodrom. Por na lunë jam e lumtur kur i shikoj ashtu. E da shumë Mirela, e qartë e kuptoj, sinqerisht më udhim se e dëgjova historinë e jetës tënde, më the sytë e mi çfarë nuk kanë parë dhe gjëra më tragjike, nuk do të pyes. Dhe më tragjike, dhe ta. Dhe më tragjike kanë parë. Nga Arbeni? Shpirtin e di. Nga Arbeni ke parë? Dhe tradhti dhe gjitha. Pse dhe t'ka tradhuar? Po. Dhe ti i ke për ty për të gjitha? Kisha dhe ta, s'kisha vajtur në parte të prindrit, 5 ditë isha e martuar. Kisha vajtë për kafe të kunati, e më thot një gjithon një me Mirela, i këtë të se të vajtë një nëse kushëririt në shpinë në vajzë, por nëse kushëririt të burit. Ku dhja unë, ku i me gjinoja unë ato gjera, dhe ta vajzë e rritu në fshatë, vajzë si më kishte bërë nëna, se arrova dhe këtë. Si u fejuam ne, atë di që u bu parja, i thot babi këti. I thot që gjo, Arbeni thot, Mirela da marrësh i ashtë portës ku të dalë me fustan të barë. Mos u dhish nesër e të më thua që dua xhiro. Në rregull fakti. Unë nisha vajzë, si më kishte bërë në dhja, s'kisha pasur asë liri, asë në një gjumë parasinë. Në 95 në fshat, isha unë. Dhe ishim largë nga qyteti, se 20 minuta ishim. I qartë. Kur vete në shtëpi, o dhe ta të dite se e lash për mesë më betin, ikin nga konati edhe ikin, thot, ma konata bura duezër se ka vajtur. Vete ati dhe më thot, ma këdo, ikë të kushëriri merë një diçka, më dërgoj për të marrë një shishe raki. Në i fjallë ishte rruga, ishte e gjatë, që unë të vonoheshe, ke parasysh tani. Por momentin, unë nuk e vëra rëndësi
që kjo largesa ime ishte që do bëjsh kjo gjë, po kur mora vesh që ajo ishte e 90-ave kur ja thash më vonë, nuk u ndeje, nuk sa. Arsye që ti më dërgove aq larg çfarë ishte? Përse tani doria unë me nusën e kushëririt të vetë në dyqan. Por çfarë më dërgoi mua në dyqan? Pra, Ta mendosh tani ti. ai të ka tradhuar me nusën e kushuririt. Po. Edhe 15 ditë e martua. Dhe shikoja një fjalë ndarjet më vonë, që vinte shpesh ajo aty. Po ajo nga ato gjërat kishte bërë gjuna në familjen e saj me buri. E me gjithë, ata e morën për ta shitur në Itali, se ishte e tillë femër, dhe e dogjën. Oh, ka ndruar jetë. Pra, e ka dhënë po, edhe la një fëmijë të vogël. La tradhtia ishte ajo, dhe raste të tjera që unë nuk dua t'i flas, o dhe ta se kur I kujtoj them, nuk e di, se dhe më thonë, sa e fota dhe një shteti, qyshe durove ti një relat. Që tek motra, që tek e jema, që tek të gjithë, si durove ti atë, si duron ajo atë, po unë po duroj, po unë po iki më jo detaj, nuk ka më tani. Se si që po më kupton, unë një më bete la, një zë se jam shumë e nga Dhe unë këtë pyetje do të bëja, si ke për ty për të gjitha? Tradhtin, dhunën, për çfarë? Nga turpi apo e doje? Se unë ta thash që, jo, thosha se për djalin në beta, ku do t'alë, se ka bërë dhe një shërë ku kam qenë në vlorë, ata për të në një mafër prindërve, bëri dhunë në sy të vëllait tim. Më merr vëllai me makinë, më çon te prindërit në shtëpi. Ngrihet babim, djali ka qenë i rritur, 15 vjeç ishte. Ti e ri më tha mua dhe ky qelbësiri ti iki soi poshtë, po vetë jashtë. Duke ditur çka kisha hequr unë në jetë. I tha gjë papa, më do ti mua I thash. A I sheri dhe gjitha I bëri për djalin. Ose ashtu ishte deur dhe filloi të rrifte djali dhe vllai më mori më çoj lart. Tash baba ti sot unë po liva jam e vdekur. Unë grita dhe sikur të më shtypi me këma I tash unë ke dori. E kupton tani si ka qenë rrjedha e jetës time se s'kam pasur një mbështetje. E dashur Mirela, unë uroj që në këtë moshë e reje, sa vjeç je? Unë 5 vjet jam. 5 vjet, je re. Uroj që në këtë moshë në vazhdim të jesh e lumtur, të jesh një nën krenare. Uroj që ai burri juaj t'i vërë mend kokës, e ke duruar kaq shumë vite, ke për ty për kaq gjëra të vështira që nuk e di, të rralla janë gratë që pranojnë këtë lloj martese dhe të përtypin këtë lloj gjëra, ti ke vendosur të mos e ndash. Uroj që ai të ndryshojë dhe të bëhet pishman për gjithçka që të ka bërë dhe ti jesh e lumtur, por uroj të zbarret dhe historia e vajzës tënde që e solli në jetë mos gaboj 18 tetor 1999 në Spitalin e Vlorës. Po, mbajmë 14 tetor. 14 tetor 1999. 14 tetor edhe ka qenë ora 10 e darkës. Se mbajmë si tani ka qenë dimër ku kemi vajtur, tetor dinte shia të ditë. Edhe një nga kirurgët unë mbajmë ka qenë doktor Ksenofoni që ka qenë kirurg. Ai që ka asistuar në operacionin tënd. Atë e mbajmë se një ditë më përpara operua punata ime dhe jam prezantuar unë atë që I dham çana deshqetin e bakshish edhe e mbajmë si doktor ai ka qenë. Ju e dashur Mirela për shkak të atyre viteve të vështira që ka qenë në Shqipëri, se ka qenë lufta e 97-s dhe deri në 99-ën ka qenë një rrëmuj në Shqipëri, dyshon që vajzën ta kanë marrë dhe mund ta kenë birsuar, por e beson që edhe mund të ketë vdekur ashtu siç u tha? Tani 1% apo si mund ta them 10% e mendoj këtë. Po të paktën të zbardhet një gjë dhe ta di për shembull se në spital janë të gjitha ato regjistrat. Çfarë ka ndodhur në ato ditë? Çfarë ka ndodhur në ato ditë? Çfarë diagnoze ka pasur? Si, qysh tek? Unë do bëj një kërkesë. Se tani unë po ta një kërkesë spitalit. Nuk do ta shpërblej do që të jetë kjo e fjalë përgjigja. E qartë, unë do bëj një kërkesë dashur Mirela, spitalit të arkivës të spitalit të qytetit të Vlorës, aty ku ti linde vajzën tënde përpara 26 viteve, për të parë çfarë është shkruar, çfarë është regjistruar, se unë jam I sigurt që aty është regjistruar dita e lindjes, dita e vdekjes, diagnoza e vdekjes, janë të gjitha të dhënat dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Unë falenderoj shumë nga zemra.
Mirë, e dashur Mirela, të përshëndes dhe përqafoj nga Tirana. Mirupafshim. Të përqafoj dhe ndjes se të mora shumë ko. Të lutem, mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndrohet me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar, kërkoni që të jeni pjesë këtu në live më odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me ju me këto histori njerëzore. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.